Ngjarja pak ditëve më parë në lagje nr. 4 të qytetit të Sarandës, ku bashkëshorti 55 vjeçare Adriatik Bodini sulmoi bashkëshorten Miranda Bodini me thik, duke plagosur atë në bark, ka tronditur jo pak banorët e Sarandës, veçanërisht fqinjët e kësaj familjeje. Ndërkohë që forcat policore u vënë në kërkim të autorit të krimit në familje, e lënduara u transportuan në spitalin e Sarandës ku mori dhe ndihmën e parë. Banorët tregojnë për Blu TV se si mësuan për ngjarjen dhe thanë se kanë mbetur të befasuar, pasi të dy familjarët dhe djalin e tyre 25 vjeçar i njohin në përditshmëri për njerëz të qetë, me jetë normale dhe që nuk janë dëgjuar ndonjëherë. Të ke do një shërë do një gjë. Fëmijët e para të dritë jo llaktarisë, vajta 10 vjetë këtu janë, si kam dëgjuar as për shërë, as për gjë. Ç'të thuash? Ajo është gabim që ne e ka fajin gruaja, e ka fajin ai, atë nuk e di asnjë. Dhe çfarë kanë bërë njëri me tjetrin? Ku t'ja vesh faj? Si njëri i qetë ishte. Shumë i qetë, nuk s'ka bërë ndonjëherë shërë të pa kaq që unë kam gati 6-7 vjet aty. Si kam marrë me gruan, ata janë brenda shtëpisë. Kur pash ambulancën e mora vesh, nuk di ai, po njerëz të mirë të rregull kanë qenë. U dhon habitin si ndodhi ky veprim i tillë. Si djali edhe vajza të dy të rregullshëm. Ka dhe një djalë të shkëqyer. Dhe unë habita si ndodhi ky veprim, është e pabesueshme. E kishe klient Adriatikun? E kisha, ka pikë të ban. Nuk është problematik, nuk është shqetësues. S'kam pat asnjë probleme ta. Tash habiten si ndodhi kjo gjë. Habiten. Nuk di gjë, momente njeriu mund të bëjë gjithçka, po si e pabesueshme më duket. Mund të ketë pabesueshme këtë veprim. Më thanë që ka ndodhur ngjarje e madhe, po se dinim këtu nëse unë s'kam qenë këtu me di këtu. Ka ndodhur ngjarje, po se ngjarje nuk e dim. Dëgjova që e çuan në spital, edhe erdhi policia. Më thanë gjëra jo të mira. Ndodhjera të tilla nuk duhet të ndodhin, për shkak se burri gruan të ashtu ta qelloj është gjëra që nuk për neve janë të rënda. Gjendja e gruas fillimisht u vlerësua nga mjekët e Sarandës jashtë rrezikut për jetën, por ajo është duke u trajtuar ende në spitalin rajonal të Vlorës. Miranda Bodini ushtron detyrën e edukatores në arsimin parashkollor në Mesopotam të Bashkisë Finiq. Ndërkaq policia ka bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e 55 vjeçarit Adriatik Bodini, si përmarrës në ndërtim, i akuzuar si autori plagosjes me mjet prerëstik të bashkëshortes së tij.